Tirana është blinduar nga masat e larta të sigurisë para dhe gjatë vizitës së sekretarit amerikan të shtetit John Kerry. 1550 efektiv policie, forcat e ndërhyrjes së shpejtë, shërbim informativ shtetëror, punonjës të gardës, agjenci të inteligjencës dhe agjente amerikan ushtruan kontroll në territorin e vendit dhe garantuan mbarvajtjen e vizitës së kryediplomatit amerikan. Në orën 7, efektivët nisën bllokimin e akseve kryesore si rruga Dritan Hoxha, rruga e Durrësit, bulevardi Dëshmorët e Kombit. Trafiku devijua në akse të tjera dytësore të Tiranës. Snajperistët u vendosën në ndërtesat më të larta, po ashtu edhe në godinën e kryeministrisë, ndërsa një helikopter i forcave të armatosura patrulloi nga ajri. Vizita e sekretarit amerikan ka ngjallur interes tek qytetarët që pavarësisht të motit me shi qëndruan përballë kryeministrisë. Kurioz për të parë ç'është. Prisni që ndryshoj diçka nga kjo vizitë? Ç'a ndryshoj, s'ka bën ndryshoj gjë fare, to sa kanë ndarë sa hyn dalin këtu asnjë gjë s'do ndryshoj. Dhe kurioz jemi me pa sekretarë e shtetit amerikan. Por si janë kuptuar mesazhet e sekretarit amerikan? Për mu mesazhin e ka marrë edhe pa marrë asnjë mesazh. Do të si ka mundësi, vetë ardhe a mesazh. Por që di është diçka, jo me ba vretje, që nuk është ba pritja ndoshta shumë popullore se për arsye që unë nuk i di. A, që t'ishte më shumë qytetarët? Po, faktikisht apo pritje protokollare. Për arsye sigurie, policia e Tiranës urdhëroi mbylljen e bizneseve në rrugën e Durrësit. Dyqane, agjenci udhëtimi, bare, King Kaleri, ulën qëpenat deri në largimin e diplomatit amerikan. Edhe në rastet ku disa tentonin të hapnin dyert, sërish policia ndërhynte për mbylljen e tyre. Trafiku normalizua pasi zyrtari i lartë amerikan la kryeqytetin.